Gastaria online në vendin tonë ka ndikuar të ketë edhe lajme të rreme. Kështu lajmet të rreme kanë ndikim për marrjen e vendimeve jo të duhura tek gjeneratat e reja. Nxënësit shqiptar dhe ata të komunitetit bosnjak të klasës së 10 në Gjimnazin Natyror Frank Bardhi në Mitrovic, gjatë trajnimit në kuadër të projektit Edukimi Mediatik kundër dezinformimit për komunitetet jo shumicë në Kosovë, e kanë vlerësuar se lajmet e rreme po ndikojnë negativisht në qenien e tyre pasi që ata po bien prej e këtyre lajmeve. Nxënësi i këtij gjimnazi, Yll Mehmeti, është shprehur për Kosova Press se gjenerata e tij është shumë e ndjeshme, prandaj këto lajme po ndikojnë në marrjen e vendimeve të cilat sipas tij nuk janë të duhurat për gjeneratën e tij. Sipas tij, keqinformimi ndikon në mendimin kritik. Mehmeti ka hasur edhe në spekulimet e përjashtimeve të lojtarëve nga kombëtarja e Kosovës. Lajmet e rreme kanë përfshirë gjithë internetin e ditët e sotme dhe kemi mësuar si të ruhemi nga to, si mos t'ju besojmë të gjithave lajmeve dhe si t'i dallojmë ato nga njëra tjetra. Nëse një gjenerata jonë që është një gjenerata shumë e ndjeshme, ndikojnë shumë për shkak se ato mund të kenë që informojnë publikun apo edhe audiencën, dhe kjo ndikon në marrjen e vendimeve të cilat nuk janë të duhurat për gjeneratën tonë. Në disa vendime ato ndikojnë për shkak se keq informimi dhe ato ndikojnë në marrjen e disa vendimeve. Për shembull në mendimin kritik për një lajm apo për një diçka të cilën që kemi menduar më herët, ndryshon mendimi kritik për të. Apo largimi apo përjashtimi i disa lojtarëve, ka pasur spekulime të ndryshme pse janë larguar nga grumbullimi, mirëpo që vërteta dihet. Ndërsa, nxënësja tjetër, Sara Preteni, ka thënë se ky trajnim ka ndihmuar në mësimin e tyre se si të mbrohen dhe të identifikojnë lajmet e rreme. E njëjta nuk ka hasur në lajmet e rreme pasi që është tejet e kujdesshme në verifikimin e burimit të lajmeve. Ka qenë shumë i nevojshëm në ditët e sotme, nga ky trajnim ka mësuar se si të mbrohemi nga lajmet e rreme dhe si të specifikojmë ato nëse janë të rreme apo të sakta. Lajmet e rreme janë një faktor shumë i përhapur si në terrenin dhe në të gjithë botën. Sot këto lajme po ndikojnë shumë keq tek në terrenet, në terrenin po bihemi prej e këtyre lajmeve dhe po ndikojnë negativisht në qenien tonë. Reduktohen duke i parë edhe duke i shikuar nëse janë të verifikuara apo jo, dhe kështu është një reduktim i vlefshëm. Fatmirësisht nuk kam hasur asnjëherë në lajmet e rreme për shkak se kam shikuar ato nga cilat mediume vijnë, a janë të verifikuara apo jo. Po ashtu, profesoresha e gjuhës angleze në këtë shkollë Arjeta Mehmeti, e cila ka hasur në lajmet të rreme për pjesën veriore në Kosovë, ka thënë se duhet të bazohen në media serioze dhe mos të besohet gjithçka që del në media sociale. Duke përdorur platforma digjitale si dhe media të ndryshme, ditët e sotme ka shumë lajme të rreshme, prandaj të rinjt si dhe të gjithë ne duhet të kemi shumë kujdes në përdorimin si dhe në besimin e këtyre lajmeve. Kryesisht për këto lajmet e fundit që kanë bënë edhe me pjesën veriore, edhe me gjana të ndryshme, ka shumë lajme të rreshme, të cilat sot fatmirësisht u informuam edhe si t'i besojmë, për cilin burimet, t'i shohim a janë të verifikuara nga mediat e tjera. Duhet të caktohemi, të bazohemi në mediume më serioze dhe mos të besojmë në çdo gjë që ofrohet e posaçërisht në media sociale. Projekti Edukimi Mediatik kundër dezinformimit për komunitetet jo shumicë në Kosovë mbështetet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.